Francezët dërguan aeroplanet Mirage do u përdorën për herë të parë në Rusi. Avionët Mirage, që ti ikin mashtrime, të t'jap një informacion, janë përdorur në rrëzimin e 2 raketave që ishin nisur nga larg në zonën e Lvivit, pra në perëndim të Ukrainës, dhe kanë qenë me mijëra kilometra larg frontit, dhe pasi qëndruan 2 orë fluturim aty, u kthyen dhe shkuan në bazën e tyre që ishte diku afër kufirit me check-in. Nuk ka angazhime, shiko, çdo lloj forme, për të thënë që ky vend po bën këtë, ky vend po bën atë e tjerë, është një formë vetëm për të gënjur veten. Sot, nga ushtrit që janë në NATO dhe që kanë ndihmuar Ukrainën, vetëm 3 ushtri janë më seriozet. Turqia me dronët e saj që në fillimin ditët e para të luftës, besoj të kujtohet. Po. Britania e madhe me repartet speciale SAS, me mira operativ në terren. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me para, me ushtri, me ndihmë dhe me operativ që i shpëtuan jetën Zelenskit javët e para të luftës. Të gjithë të tjerat janë vetëm teatr. Trupat e batalionit që u stërvit, brigadës që u stërvit në Francë nga Legioni Huaj, se do t'jap pak informacion për ushtrin franceze që ta kuptoj njerëzit për çfarë flasim. U vendosën në Pokrovsk. 1/3 ka humbur jetën, 1/3 ka ikur dhe vetëm 1/3 po qëndron dhe ajo nën komandën e një generalit të batalionit të forcave Azov. Ju thonë se nuk janë trupa ukrainase në Pokrovsk. Janë ukrainas të stërvitur në Francë. Po. Mba mend që kemi folur ashtu. Nga këta, 1/3 kanë humbur jetën, 1/3 kanë ikur nga fronti dhe 1/3 po qëndrojnë në krah të batalionit të Azov, të brigadës Azov. Tani, ushtria franceze sot ka mundësi vetëm të rrisë numrin e të ashtu quajturve mercenar të legionit të huajve, ata që ka përdorur në Francë. Ata paguen deri në $5.000 në muaj dhe vetëm ata mund të nisë në front si operativ në Ukrainë. Gjithë pjesa tjetër do të jenë vetëm për shërbime logjistike apo për shërbime që kanë të bëjnë me ato që është e fortë Franca, pra me logjistikën e satelitëve, apo duke furnizuar në avion këtu e atje. Se po të kishte rol më të rëndësishëm Franca, ushtarakisht, nuk do ishte Turqia fuqia e dytë, do ishte Franca. Edhe pse ka arsenal bërthamor nga vendet e të sqarojmë dhe arsenalin bërthamor. Ka gjithsej 300 testata të vendosura në Ndece, një pjesë në detin Mesdhe dhe një pjesë në detin Everiut.